Si përgatitesh për darsmën tënde? Gjatë, e mendon mirë, si do t'jetë darsma jyte? Gjithçka planifikon, apo? Gjithçka e ke në vijë të drejtë, të mbarë, për dalë sa më mirë. Pa hajde pyete veten tënde. Si je duke u përgatiti për 10 natët e fundit, që brenda 10 natëve të fundit gjendet një natë që është më me vlerë se 1.000 muaj? Si je duke u përgatit? Apo vetëm e pret si çdo ditë tjetër? Përgatitja yte duhet jetë edhe më e madhe se si e pret ti darsmën tënde. Përgatitur fort për natën e Kadrit. Nëse e takon natën e Kadrit, vetëm duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, do të shënohet sikur që ti e ke adhuruar Allahun Azza wa Jall më shumë se 1.000 muaj. Jo 1.000 muaj, më shumë se 1.000 muaj. Mund t'jetë 10.000 muaj, mund t'jetë 1.000.000 muaj. Vetëm Allahu Azza wa Jall e kërkon në këtë moment për kushtimin tënd dhe disiplinën tënde. E ja bashkarisht ta presim sa më mirë, sa më fuqishëm, sa më të përgatitur, sa më të motivuar natën e Kadrit. 10 net shumë shpejt kalojnë. Jemi dëshmitar të jetës dinamike që shkojnë me një shpejtësi maramendse. Edhe këto 10 net do të kalojnë shumë shpejt. Edhe nata e Kadrit do të kalojnë shumë shpejt. Por kur mos e haro, në natën e Kadrit zbresin me miliona e miliarda me laçet Zotit në tokë. Nuk ka plam të tokës që nuk ka me laçet të Zotit. Dhe presin që t'jenë dëshmitar tek Allahu se çfarë ke bërë ti në atë natë. Si mendon ta presh natën e Kadrit? A mendon që këto 10 natë ti kalosh ashtu let? Përkushtoju fuqishëm që këto 10 net madhështore ti presësh me një parapregaditje të fuqishme. Ti presësh duke mësuar veten tënde që të lexosh shumë Kur'an, të bësh shumë lutje tek Allahu Azza wa Jall, të falësh namaz vullnetar, t'ja bësh vetes që brenda 10 natëve të Ramazanit të fundit që janë, të përgatitesh fort që t'japësh diçka nga pasuria yte çdo natë që ta takosh natën e Kadrit. Ta takosh natën e Kadrit dhe ti vetëm se ke dhënë diçka në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dora jote le të jetë ajo dora e lartë që u jep të tjerëve. Gjuha jote le të jetë gjithmonë e lagur, le të jetë gjithmonë e lagur në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Gjuha jote le ta lexon fjalën e Allahut Azza wa Jall. Trupi yt, gjymtyrët e tua le të jenë në shërbimin e Allahut, le të jenë duke adhuruar Allahun. Balli yt le të dëshmon 10 natët e fundit të Ramazanit se ka qenë duke adhuruar vetëm Zotin, ai i cili e ka krijuar gjithë trupin tim. Andaj përgatitu fort mirë ta takosh natën e Kadrit. Po e takove natën e Kadrit. Me adhurim. Allahu ta jep xhenetin e përjetshëm. Ta jep xhenetin që kur nuk do të ketë fund. Mendoje mirë, kur asnjëherë nuk ka fund. E nëse nuk ka fund, a ja vlen që për këtë botë që ka fillim edhe ka mbarim, mos t'jemi të fokusuar për atë botë që ka fillim dhe s'ka mbarim? Hajdeni bashkarisht t'jemi më shumë të fokusuar për atë botë që ka fillim edhe s'ka mbarim. Le të fokusohemi dhe le ta fitojmë përjetësinë, ta fitojmë xhenetin e Allahut Azza wa Jall.